Kryeministri Rama deklaron se familjet e prekura nga zjarret do marrin kompensim të plot financiar, gati skema re për sigurimin nga fatkeqësitë natyrore. Gjykata e posaçme lë në burg grupin kriminal të Astrita Vdylat dhe Rumit të Shijakut. Ata akuzohen për vrasje me pagesë dhe abuzime me pronat në Bregdet. Opozita diskuton emrin që do garojë për Bashkinë e Tiranës. Berisha bie dakord që Partia Demokratike të mbështesë një kandidat të pavarur. Një tjetër kompani call center që mashtronte të huajt me investime fiktive goditet nga policia, arrestohen 2 persona, sekuestrohen mijëra euro. Përshëndetje të gjithëve dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Qeveria ka përmbyllur llogaritjen e plotë të dëmeve që shkaktuan zjarret përgjatë verës për t'i hapur rrugë nga ana tjetër kompensimit të plot financiar. Por kryeministri Edi Rama kërkoi që banesat të përfshihen në skemën e re të sigurimit nga fatkeqësitë natyrore. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se kanë përfunduar procedurat për llogaritjen e dëmeve të shkaktuara, si pasojë e zjarreve që përfshin vendin përgjatë verës që lan pas. E së shpejti qeveria do të miratojë akti normativ për dëmshpërblimin e qytetarëve. Gjatë prezantimit të strategjisë për përballimin e zjarreve, kryeministri Rama përsëriti se të gjithë ata që humbën shtëpitë do të kompensohen deri në fund. Tani më është inventari i plot dhe të gjithë ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kryeministri Edi Rama shpjegoi disa ndërhyrje ligjore që i vinë në ndihmë qeverisë në betejën për të përballur me flakët, duke lajmëruar se nuk do të jepen leje ndërtimi në territoret ku ka rënë zjarr. Të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Sërish kryeministri Edi Rama përsëriti nevojën e sigurimit të banesave e bizneseve nga fatkeqësitë natyrore. Policia e shtetit ka qenë në gjendje të identifikojë dhe të arrestojë psikopat dhe kriminal që vën zjarre. Ndërkohë që kemi bërë një ndërhyrje ligjore shumë të rëndësishme që aty ku vihet zjarr do të ndalohet çdo lloj leje ndërtimi për 30 vjet. Përtej këtyre ndërhyrjeve, qeveria do të marrë disa masa që nisin nga pagesa më të larta për zjarr fikse, duke i përfshirë ata në formulën e rritjes së pagave të forcave të armatosura. Rama premtoi gjithashtu fuqizim të flotës së dronëve, duke lajmëruar blerjen e dronëve të rinj, të cilët bëjnë evidentimin e vatrave të zjarrit, por edhe kryen procesin e mbjelljes dhe riportëritjes së territorit. Gjykata e posaçme dha masën e sigurisë arrest në burg për të gjitha anëtarët e grupit kriminal të drejtuar nga Astrita Vdylat dhe Rumi Shijakut. Ata akuzohen për vrasje me pagesë dhe për tjetërsimin e pronave në Bregdetin e Durrësit. Grupi kriminal i goditur nga SPAK pak ditë më parë, akuzuar për vrasje me pagesë dhe tjetërsim pronash, është lënë në burg nga gjykata. Prokuroria e posaçme, pas hetimeve intensive, finalizoi operacionin për goditjen e organizatës, së drejtuar nga Astrita Vdylat dhe Aleksandër Laho, i njohur si Rumi i Shijakut. Kjo band prej vitesh ishte një nga më të fuqishmet në qarkun e Durrësit, ku SPAK ka mbledhur prova duke kërkuar arrestimin, pasi janë zbuluar vrasje me pagesë, si dhe një sër paligjshmëri në tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Këtë të shtunë para gjykatës, doli Astrita Vdylat, i cili ndodhet në qeli, arrestuar në kuadër të operacionit Revanshi, Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Loer Kume, Vullnet Muça, vëllai i Rumit të Shijakut. Ndërkohë, ky i fundit nuk është kapur.
Krahas tij, edhe 2 persona të tjerë janë në kërkim. SPAK e ka ndarë hetimin në 2 çështje. Përmes zbërthimit të aplikacionit Sky ECC është zbardhur vrasja për hakmarrje e Edmir Bregut. Sipas SPAK, Astrid Avdylaj urdhëroi ekzekutimin në shenjë hakmarrje për tentativën për të vrarë nipin e tij Aldo Avdylaj. Në këtë krim, sipas hetuesve të posaçëm ka ndihmuar edhe Enea Kume, vëllai i deputetit të PS, ndërsa si ekzekutor dyshohet të jetë Alfred Doka, i cili është në kërkim. Pjesa e dytë e dosjes ka të bëjë me pronat në gjirin e Lalzit, ku SPAK ka zbardhur falsifikimet për tjetërsimin e pronave në Bregdet. Disa dokumente të gjetura në automjetin e ish prokurorit Arjan Doja, tashmë deputeti PD, ditën kur u bë atentat në nëntor të vitit 2019 në shoqërinë e Aleksandr Lahos, ndihmuan SPAK të zbardhte skemën e mirëfillt të përvetësimit të pronave shtet në Bregdetin e Durrësit. Në krye të këtij grupi, sipas SPAK është Rumi Shiakut. Ai ka falsifikuar dokumente të ndarjes së tokës në disa fshatra në gjirin e Lalzit. Madje ka arritur deri aty sa të zëvendësoj dokumentet e sakta me ato të falsifikuara në institucionet shtetërore. Disa prej këtyre pronave ishin vendosur në emër të disa qytetarëve të zonës, të cilët nuk kishin asnjë ide se ishin pronar tokash. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj Laert Haxhiut, i cili së bashku me disa anëtarë të grupit të strukturuar kriminal që drejtonte akuzohen për të paktën 14 ngjarje të rënda. Në njoftimin zyrtar të SPAK thuhet se Laert Haxhiu, Kristi Bixheku dhe i penduari i drejtësisë Artan Tafani akuzohen për vrasje, për shkatërim të pronës me eksploziv, për vjedhje me armë, sigurim të kushteve për vrasje si dhe për vrasje për gjakmarrje. Laert Haxhiu thot SPAK e nisi kryerjen e akteve kriminale në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të xhaxhait të tij, Klodian Haxhiut, dhe pas arrestimit të 2 miqve të tij, Anterio Kaloshit dhe Orgest Bilbilit. I drejtuar prej tij, grupi kriminal u përplas dhunshëm me bandën e Aldo Bares në Lushnje, përveç ekzekutimit të Çajup Selimit dhe të Albi Bashaliut, të gjitha krimet e tjera janë organizuar dhe kryer në shenjë hakmarrje dhe për të njëjtat motive. Opozita pritet të garojë në Tiranë me një emër jashtë Partisë Demokratike. Sali Berisha deklaroi sot se do të mbështesë një kandidat të pavarur, i cili mund të marrë dhe konsensusin e forcave të tjera politike. Personat që duan të hyjnë tashmë në këtë garë kanë 2 ditë kohë për të shpalosur kandidaturën e tyre. Partia Demokratike vendosi të mbështesë një kandidat të pavarur në garën për Bashkinë e Tiranës dhe 5 bashkitë e tjera. Në fund të mbledhjes së kryesis, lideri i opozitës Sali Berisha sqaroi se Partia Demokratike do të hyjë në garën e 9 nëntorit me kandidat të pavarur, si rruga për të arritur një koalicion sa më të gjerë të forcave opozitare. Partia Demokratike ndonë se ka pa diskutim kandidatura kalibri, do vlerësoj dhe çmoj shumë kandidaturat e pavarura. Do konsideroj me seriozitetin më të madh kandidat pavarur, të cilët garojnë si të tillë dhe që konsiderojnë të nevojshme për fitoren e tyre mbështetjen e Partisë Demokratike. Berisha zgjodhi t'ju bëjë apel figurave të qytetit të Tiranës, intelektualëve dhe ekspertëve të paraqesin kandidaturën. Ky është një moment, do të mendoja unë, për të gjithë ata qytetarë, ata intelektualë, ata specialistë, ata ekspertë, që ndjehen të gatshëm të përballen me narkoshtetin e Edi Rams, të matin forcat e tyre në një garë, në interesin më të mirë të qytetarëve, të marrin vendimin e duhur. Por cili është kandidati që do të preferonte Sali Berisha dhe Partia Demokratike? Një njeri i cili të ketë aftësitë për të bindë më shumë se kush do tjetër qytetarët e Tiranës për shkak të aftësive të tij, performancës së tij etj. PD do të presë 2 ditë për të parë se cilët nga personalitetet e qytetit të Tiranës dëshiron të hyjë në garën e 9 nëntorit përpara se të vendoset cilin kandidat do të mbështesë.
Deri më tani, 2 forca politike i kanë shpallur kandidatët për bashkinë e kryeqytetit. Partia Socialiste do të garojë me Ogerta Manastirliun dhe Lëvizja Bashk do të garojë me kryetarin e saj Arlin Qori. Dhe ai është Arlin Qori. Komisioni Regulator dështoi këtë të shtunë që të miratonte shtratin ligjor për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme lokale të 9 nëntorit. Në mbledhje morën pjesë vetëm 3 përfaqësuesit e Partisë Socialiste, por Kodi zgjedhore detyron që vendimet të miratohen me të paktën 4 vota. 2 anëtarët e opozitës bojkotuan mbledhjen pasi kërkuan kohë derisa të sqarohet situata ligjore ku ndodhet sot Komisioni Regulator, të cilit i ka mbaruar mandati dhe parlamenti ka hapur garën për të zgjedhur anëtarët e rinj. I takon kuvendit të saktësojë nëse anëtarët aktual mund të qëndrojnë në detyrë apo mandati i tyre quhet i mbyllur dhe ligjërisht nuk mund të miratojnë asnjë vendim. Derisa parlamenti të shprehet me një vendim, mbetet e paqartë se kush do të miratojë rregullat për zhvillimin e zgjedhjeve të 9 nëntorit. Dy persona ra në prangat e policisë të Tiranës pasi mashtronin qytetarët e huaj përmes bursave fiktive online. Ata kishin ngritur një qendër call center përmes të cilës kishin mundur të përfitonin qindra mijëra euro. Një tjetër call center që përdorej për mashtrimin e qytetarëve të Bashkimit Evropian është goditur nga Departamenti kundër krimit ekonomik në Tiranë, ku në pranga kanë rënë 2 persona, ndërkohë janë proceduar 38 persona që punonin në këtë aktivitet. Përmes operacionit të koduar Skams, është goditur call centeri, i cili edhe pse ishte regjistruar për konsulenca ligjore, në të vërtetë përdorej për të mashtruar shtetasit e huaj për të investuar në bursa fiktive. Në prangat e policisë ka rënë administratori i këtij call centeri, Casey Përgjegji, si dhe bashkëpunëtori i tij Marius Hysa. Blut kanë sekuestruar kompjutera, servera, por dhe listat me klientë të ndryshëm, që në shumicën e rasteve ishin viktima të mashtrimit për investime fitimprurëse. Madje në listat që ka gjetur policia, janë të shënuar dhe të dhënat që operatorët që punonin në këtë aktivitet kishin arritur që të mashtronin qytetarit e Bashkimit Evropian që të investonin në shuma të ndryshme, ku disa kishin kapur shifrën mbi 3.000 euro, ndërkohë që kishte agent që kishin arritur të mashtronin klientin për të investuar deri në shumën 223.000 euro. Një person 65 vjeç është arrestuar nga komisariati numër 3 në Tiranë pasi voti çantën e një klienti në një dyqan. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin ku në Ardian në Gurakuqi merr çantën me euro dhe më pas e fshet në një vend afër rrugës së Durrësit. Brenda çantës kishte 14.000 euro. Ndërkohë policia po heton për vjedhje të tjera që mund të jenë kryer nga 65 vjeçari. Një tjetër aksion kundër ndërtimeve paleje ka nisur në zonën e Thethit. Fadromat kanë rrafshuar sot disa objekte që nuk kishin dokumentacionin ligjor. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka rinisur aksionin për prishjen e ndërtimeve paleje në Parkun Kombëtar të Thethit. Gjatë kontrollit u evidentuan në total 13 objekte me konstruksione betoni dhe druri të ndërtuara në kundërshtim me ligjin. Pavarësisht ndërhyrjes pak muaj më parë në këtë zonë, autoritetet theksojnë se lufta kundër ndërtimeve të paligjshme është e pakthyeshme dhe do të vijojë pa kompromis. Apelin e ka përforcuar edhe kryeministri Edi Rama, i cili ka postuar në Facebook pamje nga prishja e një ndërtimi paleje në Theth, ku shkruan se kush ndërton paleje do të gjejë belan. Kjo është faza e dytë e aksionit që e çon në 100 numrin e objekteve të shembura në Theth, pasi 70 u shembën gjatë korrikut. Aksioni në fjalë është shoqëruar me kundërshtije protesta nga banorët që prej fillimit, pasi thonë se shtëpitë kanë trashëguar nga paraardhësit e tyre, edhe pse problem mbetet mungesa e dokumentacionit përkatës. 10 kantina nga Shqipëria, Kosova dhe komuniteti arbëresh në Itali prezantuan produktet e tyre në festivalin e verës në Berat. Shumë qytetarë dhe turistë huaj shijuan verën e zonave përkatëse dhe po ashtu ndoqën edhe aktivitete të tjera. Festivali i verës Wine and Stories ka startuar mbrëmjen e të premtes në qytetin e Beratit. Në edicionin e tij të 4, ky event ka mbledhur 50 kantina vere nga Shqipëria, Kosova dhe komunitetet arbëreshe në Itali. I njohur për prodhimin e verave në Shqipëri, Berati shndërrohet për 3 net me radhë në një piktakim të dashamirësve të pijes, muzikës dhe traditës.
Jo vetëm qytetarët Beratas, por edhe turistë të huaj u bashkuan festës, ku patën mundësinë të i drejtoheshin stendave të çdo kantine për të provuar shumëllojshmërinë e shijeve të verës shqiptare. Nuk e dija që në Shqipëri prodhoi verë, derisa erdha këtu. Është hera e parë që vi, është shumë bukur. Është hera e parë që vi në Berat. Atmosfera është shumë argëtuese. Të gjithë janë shumë mikpritës. Po provojnë verë. Të gjithë janë shumë të sjellshëm dhe duan që të gjithë të provojnë verën e tyre. Duhet të vini patjetër. Shumë i organizuar mirë, gjithçka për mrekulli. Normalisht presim edhe çmime, medalje. Festa e verës përfshin pjesëmarrjen e somelierëve, ndarje të çmimeve për kantinat më të mira, degustim të produkteve të shumëllojshme, panajire si dhe koncert live. Ky festival jo vetëm që promovon verën shqiptare dhe trashëgiminë kulturore të qytetit, por synon të forcojë më tej turizmin elitar dhe agroturizmin. Shqipëria 1994, një popull në lëvizje, quhet ekspozita e hapur në Durrës nga fotografi italian Gianni Bellessia. Më shumë se 3 dekada më para ishte në vendin tonë dhe fiksoi me aparatin e tij shumë nga momentet e asaj periudhe tranzicioni. 31 vite më parë, fotografi italian Gianni Bellessia mbërriti për herë të parë në Shqipëri si pjesë e një misioni humanitar, duke shoqëruar 2 kamion me ndihma për familjet e varfra të një vendi që sapo kishte hyrë në rrugën e demokracisë. Pas 3 dekadash, ai kthehet sërish jo mos i vëzhgues i vuajtjeve, por si dëshmitar i një transformimi për të hapur ekspozitën e tij fotografike me 30 imazhe që rrëfen historinë e një populli në lëvizje dhe të një kohe që nuk duhet harruar. Fotografitë janë realizuar nga Durrësi në Tiranë, Shkodër e deri në fshatin e thellë të Nënshatit. Në kujtesën e fotografit, shqiptarët mbeten njerëz të buzëqeshur e mikpritës, edhe pse jeta ishte e ashpër. Era un paese dove c'era gente. Ishit një vend me njerëz që buzëqeshnin, edhe pse kalonit vështirësi, ata na prisnin gjithmonë me mirësi. Nga sytë e një italiani më dukej një popull në zhvillim. Të rinj të ndërronin të shkonin në Itali për të mësuar e për të kthyer me njohuri të reja. Edhe të moshuarit i mbështesnin sepse shpresonin që dija e perëndimit të sillte ndryshimin. Sot, duke parë rilindjen e vendit tuaj, mendoj se ajo profeci e tyre është bërë realitet dhe kjo më gëzon shumë. Ekspozita fotografike Shqipëria 1994, një popull në lëvizje, u realizua në bashkëpunim me Fotoklub Durrësi. Është një kënaqësi shumë e madhe që ne bashkëpunojmë me gjithë fotografët e disa shteteve të Ballkanit. Unë do të thoja që ky grupimi që ne kemi hapur sot, që po vim edhe sot, është bërë me fotograf të ri, me fotograf profesionalista. Ekspozita do të jetë e hapur për publikun gjatë fundjavës në mjediset e qendrës kulturore të fëmijëve Durrës. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.